Vlora vitet e fundit të shkthyer në destinacionin e pushimeve për shumë turistë huaj, të cilët vijnë nga vendet e largëta. Pak vite më parë do të ishte një çudi, por sot në qytetin bregdetar gjen duke pushuar krahas italianëve dhe lindorëve dhe turistë nga Amerika Latine, si Brazili dhe Argentina. Të huajt kanë lexuar për Shqipërinë dhe specifikisht Vlorën, siç tregojnë edhe vetë në rrjetet sociale, duke parë vlerësimet pozitive që ka vendi ynë, kanë vendosur të vinë këtu. Në fjalën e tyre pojnë se në qytet kanë gjetur klimën e mirë, plazhin dhe natyrën e mrekullueshme, por dhe ushqimin dhe njerëzit fantastik. Shumë kanë ardhur për të qëndruar disa ditë, por i kanë zgjatur pushimet. Ata shprehen tepër të lumtur që kanë zbuluar këtë destinacion dhe premtojnë se do të rikthehen sërish. Madje kanë nisur ta sugjerojnë edhe tek miqtë e tyre në vendet e origjinës. Unë vi nga Italia, nga Milano. Është hera e tretë që vim në Vlorë. Është një qytet shumë i bukur, deti shumë i mirë. Qyteti është vërtet shumë i bukur. Ne kemi ardhur për pushime këtu. Në Vlorë do të qëndrojmë rreth 2 muaj. Ndihemi shumë e fat për këtë gjë. Unë vi nga Polonia dhe jam për herë të parë në Shqipëri. Më pëlqen shumë qyteti, kështu siç është, i vogël, i ngrohtë dhe duket shumë autentik. Zgjodha Vlorën dhe Shqipërinë këtë herë pasi lexova në rrjetet sociale që ky vend kishte vlerësime shumë pozitive dhe njerëzit që shpjegonin se sa bukur ishte këtu. Ushqimi i mirë, njerëz miqësor dhe pas kësaj vendosa të vi. Kur erdha këtu, sigurisht që i kam gjetur të gjitha, po kaloj pushime shumë të bukura këtu. Në vendin tuaj më shumë më pëlqeu natyra. Isha fillimisht në Valbon dhe më pas do të shkoj në Karaburun dhe Sazan. Do ta sugjeroja këtë vend tek miqtë e mi, sapo u shkrova duke thënë se është shumë bukur dhe duhet të vinë këtu. Mendoj se në të ardhmen do të kthehem sërish këtu. Argentina also. City? Unë vi nga Argentina, jam për herën e parë në Vlorë, për herën e parë në Shqipëri. Kemi zgjedhur Vlorën për shkak të kësaj pamje magjike dhe sigurisht të njerëzve. Më pëlqen shumë. Është vetëm dita ime e dytë, por deri tani është shumë mirë. Po mendojmë të qëndrojmë për 2 muaj në Vlorë, të punojmë këtu. Sigurisht që këtë destinacion do ta sugjeroj te miqtë e mi. Duke u thënë se duhet të vinë këtu. Deri tani është vendi më i mirë për pushime. Do të shohim deri në fund. The climb is really amazing and yeah. Argentina. Vi nga Argentina, nga kryeqyteti i vendit, Buenos Aires. Jam për herë e parë në Shqipëri dhe në Vlorë. Qyteti duket shumë mirë, ka një pamje me vërtet magjike. Njerëzit tu janë shumë të sjellshëm dhe për këtë jam vërtet i lumtur. Po shikojmë përpara për të patur më shumë eksperjenca këtu. Vendi më i mirë për pushime në Shqipëri ne do të themi Vlora. Shëndetoria duket e mrekullueshme dhe ne do të ecim drejt detit, duke shijuar gjithçka. Bëjmë diçka dhe më pas të kthehemi në punë. Do ta sugjerojmë patjetër këtë vend tek miqtë e mi. Madje një prej tyre po vjen tashmë dhe gjithë do të kënaqemi. Hajdeni në Shqipëri pasi do ta shijoni vërtet. Klima këtu është shumë e mirë, kështu që hajdeni. Mua është hera e parë që vi në Shqipëri pasi jetoj dhe punoj në Himar. Është hera ime e dytë. Për mua nuk është hera e parë që vi në Shqipëri pasi jetoj dhe punoj në Himar. Është hera ime e dytë. Ndërsa për mua është hera e parë. Kemi 10 ditë këtu dhe kjo është e mrekullueshme që takohemi në Shqipëri. Unë në Brazil jetoj në Belo Horizonte, ndërsa e dua me të vërtet Vlorën. Këtu është nxehtë, por shumë bukur gjithashtu. Unë erdha të qëndroja 10 ditë, por do të rri edhe një muaj tjetër. Më shumë na pëlqen deti, vajzat, ushqimi, mjedisi, por atmosfera që është këtu. Do ta sugjeroj me shumë mundësi Vlorën. Hajdeni në Shqipëri në Vlorë. Shkoni edhe në Imar, Dërmi, Sarandë. Vetëm hajdeni në Shqipëri. The beach? The girls? I'm joking. The beach, very good food. The food, the environment, the vibe, you know? Oh yeah, of course. Come to Albania, come to Flori. Albania. Go to Himara. Dërmi, what's the other one? Saranda. Just come. Për gjatë këtij sezoni në Vlorë mund të gjesh edhe turistë që vinë nga Amerika apo Australia, të cilët krahas bukurisë natyrore që ofron qyteti, e zgjedhin edhe si një destinacion për të kaluar pushime me pak kosto.